Gjej diçka pozitive sot. Gjej diçka optimiste. Në këtë jetën e shpejt, në këtë jetën sipërfaqësore, ku një përqafim fëmijës apo një puthje e partnerit japim në nxitim e sipër, në këtë jetën sipërfaqësore, ku dhe punën ndonjëherë na duhet ta bëjmë në nxitim e sipër, ku ushqimin e ham në nxitim e sipër, e konsumojmë shpejt e shpejt, se s'kemi kohë. Në këtë jetën, me nxitim, siguro të ngadalësosh dhe të gjesh diçka pozitive në këtë ditë. Ndoshta mund të jetë ky momenti, ndoshta mund të jetë gurët natyral që mban, ndoshta mund të jetë strolapsi i ri që po përdor, ndoshta mund të jetë fixhani i ri i kafes, ndoshta mund të jetë ujë me akull sepse po ngrohet koha dhe po e pim ujë me akull, mund të jetë fakti që Zoti e ka mundësuar dhe një ditë më shumë për ty këtu, që të kesh mundësi të bësh gjërat ndryshe, të bësh gjërat më mirë, ndoshta të bësh më pak për të tjerët dhe më shumë për veten. Ndoshta të fillosh të bësh dhe për të tjerët sepse ke pas zemrën të mbyllur. Ndoshta të fillosh të ndjekësh ëndrat e tua sepse ke jetuar pasiv për shumë gjatë. Faleminderit Zotit që je gjallë. Falenderoje. Nëse do gjëra konkrete, se si ti të ndihesh mirënjohës dhe i lumtur, kapu dhe gjërat e vogla. Kjo është dhe arsyeja që ne kemi të vështirë të ndjejmë lumturi, sepse jemi keq kuptuar, ne kërkojmë lumturinë te gjërat e mëdha. Po lumturia fshihet te një strolaps i ri që ti shkruan në një fletore. Lumturia fshihet te kafja. Lumturia fshihet te gjërat e vogla. Lumturia fshihet kur ti mbyll syt, sikur 30 sekonda dhe imagjinon, vizualizon të ardhmen tënde ashtu si ti do që ti jetë, ashtu si do vi për ty. Ndalo për një moment dhe gjej diçka pozitive sot, për të cilën ti ndjen mirënjohje. Mos e bëj jetën në nxitim. Mos e jeto dashurinë në nxitim. Mos i krijo ëndrat në nxitim. Vepro në moment, kuptohet, nuk do presim shumë gjatë, por jo në nxitim. Të ndalojmë her pas here, ta shijojmë gjën që kemi krijuar, ta shijojmë atë gjë që po krijojmë, të shijojmë veten tonë. Të ndalojmë her pas here, të shijojmë veten tonë. Edhe në vitet e fundit jeta është bërë shumë e shpejt. Krahasime me të tjerët, rrjetet sociale, ide pafund biznesi, ty nuk të duhen 10 ide biznesi, $1 milion. Ty të duhet vetëm një ide biznesi që ta mbush shpirtin edhe të bën të çohesh në mëngjes me lumturi dhe kënaqësi. Ty të duhet të kthesh në zemër. Nuk të duhet të vraposh më shumë. Të duhet të marrësh frymthellë dhe ta kuptosh ku ke arritur. Bashkë me këtë video, do doja të dërgoja shumë dritë edhe shumë dashuri. Kërkon shumë kurajo dhe punë dhe disiplinë me veten që të arrijmë të jemi prezent në moment. Por një jetë ku ti nuk arrin të jetosh momentin dhe prezencën, tani në këtë momentin aktual, është një jetë e çuar dëm. Sepse jeta ekziston vetëm në momentin aktual. Vërtet ne kemi ëndra për të ardhmen, po nuk ka ekzistencë aty. Ka në momentin kur ne çojmë fokusin dhe vëmendjen. Kur ne heqim vëmendjen e sjellim këtu, nuk ekziston as e shkuara as e ardhmja. I vetmi momenti i ekzistencës është ky moment tani. Siguro ta kapësh fort, ta mbushësh me mirënjohje dhe dashuri, dhe kjo mirënjohje dhe dashuri do zgjerohet në aurën tënde, në fushën tënde të energjisë si një dritë e fuqishme, dhe do manifestoj të ardhmen që ti ndërron, dhe do shkëpusi zinxhiret e të shkuarës me shumë dashuri. Nis nga momenti tani. Prandaj sot, gjej diçka për të qenë mirënjohës, diçka të vogël, diçka pozitive, të dërgoj shumë dritë, dhe nëse ndjeve këtë video, të pres të komentet me një zemër, me një përqafim.